Zonja dhe zotrinj, ju jap mirëseardhje në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi tek një editorial nga redaksia e Blu's ku gjallësat që jetojnë në zonat e mbrojtura të qarkut të Vlorës janë kthyer prej kohësh në shenjestër të gjuetarëve të palishëm, të cilët pa u shqetësuar nga pranëria e institucioneve ligjzbatuese, gjuajnë specie të ndryshme duke dëmtuar biodiversitetin. Gjallësat që jetojnë në zonat e mbrojtura të qarkut të Vlorës po ndihen çdo ditë më të pambrojtura. Laguna e Nartës, Karabruni, Llogaraja dhe Gjiri i Vlorës janë kthyer prej kohësh në shenjestër të gjuetarëve të palishëm, të cilët veprojnë si nga toka ashtu dhe nga deti, shpesh pa u shqetësuar nga pranëria e institucioneve ligjzbatuese. Gjuetia me armë zjarri, përdorimi i dinamitit në det dhe vendosja e rrjetave të peshkimit në zona ku kjo është rreptësisht e ndaluar, po dëmtojnë rënd ekosistemet detare dhe toksore të këtyre zonave të mbrojtura. Pavarësisht se kjo problematikë është ngritur 10 herë, ambientalistë dhe komuniteti lokal, situata duket se vazhdon të mbetet e njëjtë. Vetëm gjatë javëve të fundit në bregdetin e Vlorës janë gjetur të ngordhura një fok dhe një bregsh detit e llojit kareta. Shkaku i saktë i ngordhjes së tyre nuk është përcaktuar zyrtarisht, por ekspertët e mjedisit thonë se përdorimi i dinamitit për peshkim dhe rrjetat e palishme janë ndër faktorët kryesor që rrezikojnë jetën e këtyre specieve të rralla. Në terren shenjat e gjuetisë së palishme janë të dukshme. Në lagunën e Nartës janë gjetur vazhdimisht gëzhoja fishekësh të kalibre të ndryshëm, një tregues i qartë se zona përdoret për gjueti të ndaluar. Ky fenomen jo vetëm që dëmton faunën e egër, por krijon dhe një precedent të rrezikshëm për shkatrimin gradual të një prej ekosistemeve më të rëndësishëm të jugut të vendit. Edhe pse këto zona janë të shpahura, të mbrojtura dhe duhet të monitorohen nga disa institucione njëkohësisht, në praktikë kontrolli në terren duket pothuajse i papërfillshëm. Policia, administrata e zonave të mbrojtura dhe inspektoriati i peshkimit, institucione që sipas ligjit duhet të garantojnë mbrojtjen e këtyre territoreve, sipas banorëve dhe ambientalistëve, janë pothuajse të padukshëm në terren. Ambientalistët paralajmërojnë se nëse nuk ndërhyhet urgjentisht me kontrolle të rregullta dhe masa ndëshkuese ndaj shkelcëve, dëmet ndaj biodiversitetit bëhen të pakthyeshme dhe riparueshme. Laguna e Nartës dhe Gadishu i Karabrunit janë habitate të rëndësishme për 10 specie shpendësh dhe gjallësa ashdetare, disa prej të cilave janë të mbrojtura edhe nga konventat ndërkombëtare. E megjithatë, realiteti në terren tregon një tjetër histori. Zona të mbrojtura vetëm në letër, ndërsa në praktikë të ekspozuara ndaj gjuetisë së kontrolluar dhe shfrytëzimit të palishëm. Nëse institucionet përgjegjëse vijojnë të mbeten pasive, rreziku është që shumë prej këtyre specieve të rralla të zhduken gradualisht nga brigjet dhe lagunat e Vlorës, duke lënë pas një ekosistem të dëmtuar dhe një trashëgimi natyrore të humbur. Vijojmë me tjera zhvillime, do ndalemi tek politika ku kryeministri Rama ka zhvilluar përgjatë kësaj të premte një konferencë për shtyp me gazetarët. Në fjalën e tij Rama e ka vendosur theksin tek rritja e çmimit të naftës, ku ka thënë se shumë shpejt qeveria do të krijojë një treg të përballueshëm për qytetarët. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar përgjatë kësaj të premte një konferencë për shtyp me gazetarët, ku i shpërgjigjur pyetjeve të tyre, por dhe ka ndarë qëndrime mbi ndodhinë në vend të ditëve të fundit. Përgjatë konferencës për shtyp, kryeministri Rama ka folur dhe mbi çmimin e naftës, i cili po pson rritje. Rama nënvizoi se qytetarët kanë nevojë për një treg nafte që të jetë më i përballueshëm se tregu i sotëm, duke marrë shembullin e fluturimeve, të cilat sipas Ramës e kthyen aeroportin e Tiranës në kryeqendrën e fluturimeve. Rama thotë se duke vënë në dispozicion garancitë, do të jetë shumë më e lehtë për të pasur marrëveshje me kompani që shpërndajnë naftën, që të kemi qëndrueshmëri afatgjatë. Duke vënë në dispozicion kapacitetin e shtetit dhe garancitë e shtetit, do të bëhet shumë më lehtë se sa që kanë sot lojtarët që janë në treg për të pasur marrëveshje me kompanitë që e shpërndajnë naftën, të cilat kanë qëndrueshmëri afatgjatë. Faktikisht sot ne kemi dhe në proces ligjin e rezervave. Më kujtohet që kur unë kam folë për rezervat e naftës në vigjilje të kësaj iniciative përpara vitit 2020, u hodhën shumë tenxhere përpjet, sepse u quajt një përpjekje për nuk e di se çfarë boshërsie. Por sot kjo është imperative. Ne në ligjin që është në konsultim publik, mos gabohem, e kemi përcaktuar që rezerva duhet shkoj në 3 muaj, por në ndërkohë kjo nuk mjafton më tani. Nuk mjafton më si mas sigurie, se mund tjetë thjesht një mas e mjaftueshme për momente tilla, por ne na duhet shkojmë për te i sigurisë. Ne do të shkojmë tek ajo që qytetarët ndjejnë dhe që
ajo që qytetarët meritojnë të kenë, një treg nafte i cili të jetë më i përballueshëm se sa tregu i sot. Shumë thjeshtë. Këto ishin pikat që unë doja të ndaja me ju. Tani natyrisht unë nuk e kam thirrur për t'ju bërë një fjalim dhe për t'ju thënë mirupafshim, por duke qenë i bindur që ju të gjithë do respektoni radhën, duke shpresuar që do të përqendroheni në këto tema, unë do t'ju jap fjalën dhe do jap fjalën të parës. Në fjalën e tij, kryeministri Edi Rama deklaroi gjithashtu se parlamenti do të ftohet javën tjetër që të miratojë një rezolutë në lidhje me Iranin. Rezoluta do ta shpallë Republikën Komuniste të Iranit si shtet sponsor të terrorizmit. E ndalim tek rritja e çmimit të naftës, e cila ka nisur të reflektohet drejt për drejt në xhepat e qytetarëve vlonjat. Sipas tyre, shtrëngtimi i karburanteve pritet të ndikojë edhe në çmimet e produkteve të shportës, duke e bërë gjithnjë më të vështirë përballimin e kostos së jetesës. Rritja e çmimit të naftës ka nisur të reflektohet drejt për drejt në xhepat e qytetarëve vlonjat. Sipas qytetarëve, rritja e ndjeshme e çmimit të karburantit pritet të ndikojë edhe në çmimet e produkteve të shportës. Qytetarët e Vlorës shprehen se kostoja e jetesës është bërë gjithnjë më e vështirë për të përballuar, ndërsa rritja e çmimeve pritet të rëndojë edhe më shumë ekonominë familjare. Sipas tyre, situata bëhet edhe më e vështirë për pensionistët, të cilët janë ndër kategoritë që hasen me më shumë vështirësi për të përballur shpenzimet e përditshme. Po ku kuptojnë, ne duam vetëm pension. Faleminderit Zotit. Po ndikon të fëmijët ata e din, po të tëra në sport jemi dhe vetë. Çdo shikojmë më ne. Po pse të kush do rëndoj, tek ata që janë lart, përveç se qytetarët, sidomos pensionistat më shumë. Po përveç se një krize inshallah mos ndodh më e thellë se duhet më keq. Po pa diskutim është zinxhira apo është e pa diskutuar. Se përballojnë do që ka ikur koha, në gjithë, jo në Vlorë, se Vlora që ka. Katarëve i kanë ardhur më shumë. Njësoj është kudo, është një krizë që Zoti ai është lartë. Po që do sjellë. Po një ndryshim të çmimit patjetër do reagoj. Po çfarë do bëjnë? Po ose në një konvertim të shteti të çmimit. Pensionistët pak një farë ndryshimi. Po të subvencionoj pak shteti do detyrojnë të jetojnë. Bujqësia sikur e ka vetëm tani problemin, por bujqësia e ka pasur problemin. Patjetër që po të paktën të moshat e treta, këto se aty ndikojnë çmimet, kjo duhet të shteti pak mund të ndihmojë, nëse kjo do zgjas. Nëse kjo është e përkohshme. Pensionistë janë dhe unë burrë grua, të shikojmë, në ndryshim tani deri s'ka lëvizur të çmimet më domethënë. Këto ditë ose mund të bjerë se këto janë politikat e jashtme e lëvizin edhe. Nëse nafta zhbllokohet andaj më domethënë ato çmime që kanë qenë nuk se do lëvizin shumë. Po megjithatë njerëzit duhet të përballojnë. Shumë. Fukarallak do bëj, do bëj, asnjë gjë tjetër. Po patjetër. Me 100.000 lekë i përballojnë. 100.000 lekë më gjitha. Ku përballon? Hajtu. Ndoshta të meritoni, se unë nuk jetoj këtu. Po besoj se në kurrist fukarejve do të jetë. Po sigurisht aty atë zinxhir, nga karburantet deri tek shporta e ushqimeve. Për mua janë gjitha kot. S'ka rezerva ka plot, po këta nuk duan. Nuk do shteti. Shteti menaxhon të gjitha gjërat. Po të xhepat ai që ka makinë dhe të mirë do të ndikoj. Ne që s'kem makinë me rregull. Po që u rrit nafta do rritet edhe buka jon. Kështu që s'do ha mas bukë, nëse deri sot kemi ngrënë bukën se mirim nga 100.000 lekë. Tash ajo 100.000 s'ja vlen fare. Them të neve pleqve një herë, me se ta përballojmë me 100.000 pensionin që marru në. Ne është e vështirë. Vlen të theksohet se rritja e çmimit të naftës pritet të sjellë një zinxhir rritjesh çmimi në shumë sektorë, duke ndikuar drejt për drejt në shtrenjtimin e ushqimeve dhe produkteve bazë të shportës. Gara për karrigjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit të lënë bosh prej dorëheqjes së Ilir Prodës do të jetë mes 16 drejtuesve me eksperiencë të gjatë brenda bluve, mes të cilave dhe 2 gra. Mes kandidaturave spikante emri i drejtuesit të policisë së Vlorës, Elidon Çela. Gara për karrigjen e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit të lënë bosh prej dorëheqjes së Ilir Prodës pas protestës së Partisë Demokratike, ku u sulmua Vila 31 në ish blok, do të jetë mes 16 drejtuesve me eksperiencë të gjatë brenda bluve, mes të cilëve edhe 2 gra, të cilët aspirojnë të drejtojnë një prej strukturave më komplekse të sigurisë në vend. Thirrja e hapur për 7 ditë me radhë shfaq interes me emra aktual drejtuesish në qarqe dhe pjesa tjetër që aktualisht shërbejnë në Akademinë e Sigurisë me
një karrierë të gjatë mbi supe në policinë e shtetit me poste të rëndësishme, nga drejtuesi i policisë së Tiranës deri tek policia kriminale. Tonin Vocaj shfaq ambicien e tij për të zvendësuar Ilir Prodën. Skënder Hita, së fundmi në krye të policisë së Fierit, një ndër emrat më të spikatur të policisë në vitet e fundit, përfshi edhe drejtimin e qarqeve Shkodër, Durrës apo Dibër, bëhet për herë të dytë pjesë e garës. Drejtues dhe ish drejtuesit e disa departamenteve në policinë e shtetit shfaqën interes po ashtu për gradën madhore, mes së cilëve dhe drejtori i policisë kriminale Neritan Albati, kreu i departamentit për marrëdhëniet ndërkombëtare Pullum Seferi, si dhe ish drejtori i kufirit dhe migracionit Sajmir Boshnjaku. Nga drejtimi aktual në përqarje, pjesë e garës janë po ashtu edhe drejtorët e policisë Vlorës, Durrësit dhe Shkodrës, përkatësisht Elidon Çela, Afrim Tafa dhe Gentian Berberi, të tre me karrierë të konsoliduar brenda bluve. Nga kufiri interes për kryepolicin shfaq edhe Arianit Arapi, prej disa vitesh shërbejnë në Akademinë e Sigurisë, por me poste të rëndësishme në polici, aspirojnë drejtimin e policisë. Bëhet fjalë për ish drejtorët e Tiranës dhe jo vetëm, Rebani Jaupi dhe Lorenz Panganika, përfshi edhe kandidaturën e Alfred Çepe, Idajet Faskaj dhe Gentian Shehaj, të vetmet gra Suela Sulkaj dhe Eriona Gurbardhi, të cilat nuk janë pjesë e policisë së shtetit, por janë në garë përballë 14 burrave dhe kërkojnë karigen e kryepolicit. Pas publikimit zyrtar të kandidaturave, një komision prej 3 personash përbër nga zëvendës Ministria e Brendshme Silva Caka, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Kledi Angjela, si dhe kreu i AMP-s Eduard Merkaj, do të vlerësojnë në një afat prej 10 ditësh pune të gjitha dosjet e kandidatëve. Pas kësaj, në një ditë të vetme, të gjithë kandidatët do të intervistohen dhe pikëzohen në një renditje nga më i miri deri tek më i dobti. Brenda 48 orësh, ministri i Brendshëm Besfort Llamallari do t'i përcjellë një emër Këshillit të Ministrave për emërim. Jo domosdoshmërisht, i renditur i parë bëhet drejtori i ri i policisë së shtetit. Ligji ka parashikuar mundësinë e emërimit të një tjetri, bazuar në vlerësimin e ministrit të Brendshëm. Fakulteti i Shëndetit Publik ka përfunduar ciklin e provimeve të dimrit. Fakt të tillë e ka konfirmuar edhe dekani i fakultetit Enkelejt Mëhilli, i cili thotë gjithashtu se këtij fakulteti pritet që shumë shpejt i shtohen 3 deg të reja studimi për të cilat është aplikuar. Fakulteti i Shëndetit Publik ka përfunduar tashmë ciklin e provimeve të dimrit, ndërsa pritet që së shpejti të shtohen edhe 3 deg të reja studimi për të cilat tashmë është aplikuar. Dekani i këtij fakulteti, Enkelejt Mëhilli, në intervistë për Blu Televizion ka konfirmuar mbylljen e procesit të provimeve dhe nisjen e sezonit të ri të leksioneve. Po, shumë faleminderit për pyetjen. Është përmbyllur faza e provimeve për dimrin. Ka mbaruar procedura javën e kaluar për studentët e bachelorit dhe para një jave dhe për studentët e masterit. Leksioni ka filluar, studentët e bachelorit janë në javën e dytë për semestrin pranver 2026, ndërsa studentët e masterit janë në javën e parë për sezonin e pranverës 2026. E gjithë procedura do thoshe që ka vajtur shumë mirë, shumë qetë. Studentët kanë mbaruar provimet e tyre dhe janë informuar për notat në sistem UNVIMAS, të cilën universiteti ofron, dhe studentët kanë kontakt dhe njohuri dhe informacion të drejt për drejt direkt atje ku marrin jo vetëm leksione dhe seminaret, por informojnë dhe për pikët dhe notat e tyre në çdo provim, në çdo sezon që kanë. Mëhilli ka konfirmuar gjithashtu se fakulteti ka aplikuar për 3 deg të reja studimi në nivel bachelor dhe master, pas programit të 2 vjeçar asistent në geriatri, i cili është aplikuar me sukses këtë vit. Synohet hapja e programit bachelor organizim dhe menaxhim i sistemit shëndetësor, si dhe një program për shëndetin mendor në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Xhuvani në Elbasan, si dhe programin master profesional në infermieri komuniteti, duke pritur miratimin e tyre. Sigurisht Universiteti i Vlorës dhe Fakulteti i Shëndetit janë vazhdimisht në përpjekje për të hapur deg të reja të cilat përshtaten me nevojat e tregut të punës. Siç ju e dini shumë mirë, këtë vit ne kemi filluar programin 2 vjeçar asistent në geriatri, e cila ka patur një numër të konsiderueshëm aplikimesh, dhe këtu gjej rastin të theksoj dhe të falenderoj dhe Këshillin e Ministrave, pasi para pak kohe është miratuar dhe në organik ky profesion, gjë që u jep këtyre personave që do diplomohen nga ky program studimi të kenë kompetencat si dhe të kenë një rrogë standarde sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, ndërsa për këtë vit Fakulteti i Shëndetit ka aplikuar për disa programe studimi dhe këtu gjej rastin të përmend programin për organizim dhe menaxhim të sistemeve shëndetësore dhe shëndet publik,
ku kemi aplikuar për një program studimi bachelor dhe shpresojmë që së shpejti të miratohet nga Ministria e Arsimit. Ky program ka si qëllim përgatitjen e profesionistëve për menaxhimin e sistemeve shëndetësore, të institucioneve shëndetësore me qëllim që ata të marrin vendimarrjen në bazë të evidencave, si dhe të jenë ekspert për fushën e politikave shëndetësore. Po ashtu kemi aplikuar një program studimi të përbashkët me Universitetin e Elbasanit Aleksandër Xhuvani në shëndet mendor, siç ju e dini shumë mirë, pas sidomos dhe pandemisë së COVID-19 kemi një rritje të konsiderueshme të numrit të personave me probleme të shëndetit mendor dhe këtu dua të theksoj që problemet e shëndetit mendor janë si çdo problem tjetër shëndetësor dhe të bëjmë popullatën dhe komunitetin të flasi për këto probleme, që t'i parandalojmë, që t'i menaxhojmë në kohë me qëllim mos agravimin e tyre. Dhe këtu dua të theksoj që Fakulteti i Shëndetit organizon ditë specifike, fushata ndërgjegjësuese për këtë fenomen, për problemet e shëndetit mendor, dhe në këtë kuadër kemi aplikuar dhe këtë program studimi dhe shpresojmë që Ministria e Arsimit, ta miratoj së shpejti. Dhe së fundmi dua të theksoj edhe faktin që kemi aplikuar dhe për një program master profesional, një vjeçar në infermieri komuniteti. Qëllimi këtu kryesor është të përgatisim infermier të aftë që të ofrojnë shërbime shëndetësore popullatës në shtëpi. Ky është një trend global dhe ndërkombëtar i cili është në rritje, dhe pse e them këtë? Sepse e dim shumë mirë që një numër i popullatës nuk e ka mundësinë që të lëvizë, të vejë nga shtëpia e tij tek qendra shëndetësore apo te spitali. Qëllimi jonë është që të ofrojnë këto shërbime dhe në komunitet, dhe në shtëpitë e tyre që këta individ kanë nevojë. Fakulteti i Shëndetit Publik pra Universitetit Ismail Qemali të Vlorës pritet kështu të zgjerohet me deg të reja studimi, të cilat do të japin më shumë mundësi studentëve të rinj për të zgjedhur drejtimin e tyre të studimit. Me ardhjen e pranverës rritet e numri i personave që përballen me alergjitë sezonale. Mjekja alkerkologe Marcela Dervisha shpjegon se kjo periudhë e vitit është ndër më problematikat për personat që vuajnë nga alergjitë. Me ardhjen e pranverës rritet edhe numri i personave që përballen me alergjitë sezonale. Lulëzimi i bimëve dhe prapja e polenit në ajër janë ndër shkaqet kryesore që ndikojnë në shfaqjen e simptomave alergjike të shumë qytetarëve. Po, alergjitë e stinës janë alergjitë të cilat shfaqen në stinën e pranverës dhe shkaktarët më të zakonshëm të alergjive stinore janë polenet. Kemi disa lloje polenesh, polenet e pemëve, të barave të këqija dhe të shkureve. Vitet e mëparshme në përgjithësi moshat më të prekura kanë qenë fëmijët dhe moshat e reja, por në vitet e fundit kemi një ndryshim të trendit të alergjive, pasi kemi mosha relativisht më të mëdha që preken për shkak të ndryshimeve klimaterike apo dhe për shkak të ndotjes më të lartë atmosferike në ajër. Mjekja alergologe Marcela Dervisha i shpjegon se kjo Banorët e zonës së Ish-Pyjores prej kohësh përballen me mungesën e infrastrukturës rrugore të kthyer në shqetësim për ta. Ata tregojnë se jo vetëm rrugët e dëmtuara, por në zonën ku jetojnë mungon dhe ujë i pishëm dhe transporti urban. Zona e Ish-Pyjores, pjesë e lagjes 24 maj, prej kohësh përballet me probleme në infrastrukturë. Rrugët e dëmtuara në brendësitë e një prej zonave më të frekuentuara të qytetit të Vlorës e bëjnë të vështirë lëvizjen për banorët. Sipas tyre, kalimi në këtë zonë është bërë tepër i pamundur, sidomos në ditët me shi, kur gropat e balta e bëjnë më të vështirë qarkullimin. Banorët tregojnë gjithashtu se për shkak të gjendjes së rrugës, linja e urbanit që më parë kalonte në këtë segment nuk frekuenton më zonën, duke krijuar vështirësi të mëdha për ata që jetojnë aty. 30 vjetë. Sërven, ja, ajo rruga tjetër, që del në qole, da bëjmë sot, da bëjmë nesër, edhe kur të vinë zgjedhjet e tjera, nuk bëhet. Për zgjedhje, pa edhe zgjedhje sa marri votën edhe. Nuk shikojnë me. Edhe autobusi se hedhin cakur aty, edhe autobusi s'vjen. Edhe autobusi kalon në njëra në. Po si s'kemi nevojnë, për qa taksat i paguaj. Ndash për drejtë, ndash për ojë, ndash për rrugë, për çdo gjë. Rrugët janë për i bret, presin na i bëjnë rrugën. Na kanë thënë që do e bëjmë. Na kanë thënë lafi. Me të keq ati nuk ka më keq. Shteti ka harruar veten, sa do harrojnë neve. Rrugët, ujë, të gjitha problemi janë. Qikë, si mos o zote është. Koka. Po, jemi ankuar neve. 2-3 herë jemi ankuar. Mirë, edhe të vesh më lartë është skandal. Kazanet njërën tjetër, kur thonë, në falni, dera, në qenër. Nuk dalin të fëmijët. Po këto janë,
Këto janë, a kam kejse ka që s'ka. Në zalim do të në porta. Neve këtu jemi zonë rurale, jemi pasikuar asë një biznes sëjt nga paskia. Jemi të vdekur. Ta këtë preferi këtu, kes një gjë, një dhëmpall, një sëmundje një gjë, s'ka një klinik të zaj këtu. Ta vesh një qendër. S'ka një vizit për doktor dhe 25 minuta ja unë jam në qendër. S'ka ku shteti ka fëtë. Paskia, një qendër se dhe sëj këtu. Nuk ka shkollë për fëmijit, një gjysmë kemobil, janë emiga, që se një shkollë janë emiga. Dhe fëmija me pages me ashtu fugonë, s'ka. Rrugën ma vëri ka një vitit ta, bënë të kanalizime të ujeve, ja si kanë muqë, ja se janë gropat. Urbanin atë dhe matane. Por infrastruktura nuk është i vetmi probleme të cilin përballen banorët e lagjes. Ata shprehen se kanë vështirësi edhe me furnizimin e ujit të pishëm, si edhe me mbeturinat në zonë ku mungon pastrimi, duke theksuar se këto problematika vazhdojnë prej kohësh pa marrë zgjidhje. Ujt me orar është. Vjem gjesa në darkës. Mos qajmi për ata ujt. Pastrimi kur të dali, kur dhujnë makinat atë. Ku ka pastrim këtu? Këtu është jashtë fshatit, jashtë qytetit. Po e zona turistike, po del bashkia ishë vullos atje tek zyra, nuk del rrugëve të shikoj. Ka dhe munges ujë, por në përgjithësi rruga është kryesorja, që është shumë e domosdoshme për neve, sidomos për ne të smurët njerë. Vin një në orë për dhe në 2, mas ditë s'ka pase, dhe në ma taksinë të skepi, unë qitë 3.000 leka pesëma. Pasim në anë njeri ki ma vri, kur të vlonja dhe ma vri së një ardhë jam koçarë, derrat me ndesin kanë të dhe ata, ma vinë janë do të paseri s'ka. Ata komunale zhynë dhe këtu paseri, të këtë klubi këtu, ane pa paseris. Barishtë këta kanë, ju kemë, ku është në stapet njeri? Vinë ato kone zjedhëve të atë, atë potet sa dyllave të mira, edhe iki. A rrugët të janë e këtëma tanë, gropa urale janë, edhe nga që si krip rarë, e pasaj i këtë jasë. Banorët e lagjes 24 maj kërkojnë ndërhyrje nga institucionet përgjegjëse për të përmirësuar kushtet e jetesës në këtë zonë, duke theksuar se infrastruktura, furnizimi me ujë të pishëm dhe pastrimi janë probleme që kërkojnë sa më parë zgjidhje. Një shtetas Filipinas, i cili prej kohën shpunon në Vlorë, është sulmuar gjatë mbrëmjes kur po kthehej nga puna nga një prej qendrave ndërsak të qytetit. Filipinezi pas rastit në fjalë ka shkuar në spital për të marrë dhe ndihmën mjekësore. Një shtetas Filipinas i cili prej kohësh që ndron në Vlorë duke punuar është sulmuar nga qend e ndacak të qytetit. Ai ka qenë duke udhëtuar me motomjet kur është sulmuar nga një prej tyre. Ngjarja është regjistruar përgjatë mbrëmjes kur filipinezi kthehej nga puna me motomjet tek kryqëzimi i kishës ortodokse të qytetit të Vlorës. Një prej qend e ndacak e kafshoi tek pjesët e këmbës. Në video duket edhe momenti kur kafsha e ndacake kafshon të huajin. Kafshimi i qenit, por edhe shenjat që ka lënë pas duken edhe në një fotografi që Blu Televizion ka siguruar për rastin në fjalë. Shtetasi i huaj që jeton prej kohësh dhe punon në Vlorë është detyruar që për shkak të kafshimit të shkojë menjëherë dhe të marrë ndihmën mjekësore në Spitalin Rajonal të Vlorës. Ai ka marrë mjekimin dhe fatmirësisht pa pasoja më të rënda në shëndet, pasi shpesh në raste të tilla kalojnë edhe infeksione më të mëdha. Ndërkohë në qytetin bregdetar të Vlorës, kafshët e ndacake, të cilat ende të lira në qytet, janë shtuar ndjeshëm për gjatësinë së pranverës, numri i tyre shtohet edhe më tepër si pasojë edhe e periudhës së çiftëzimit. Shpesh shumë persona janë sulmuar prej qenve ndacak, duke patur pasoja negative edhe në shëndetin e tyre. Pre sulmeve kanë rënë edhe turistë huaj, të cilët janë përballur me këtë situatë. Problemi i qenve është një problem i mbartur ndër vite, i cili asnjëherë deri më sot nuk ka marrë zgjidhje. Në Vlorë ende nuk ka një strehes të ketë kapacitetin e strehimit, por edhe të trajtimit të qenve ndacak, të cilët sa më tepër muajt kalojnë, aq më shumë shtohen në numër. Dështona me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e sejntes në Saran. Një konflikt i çastit mes disa të rinjve të moshës 15-18 vjeç ka degraduar në përdorimin e armës. Policia ka identifikuar personat e përfshirë në konflikt dhe prej 5 prej tyre janë të shpallur në kërkim. Dështëna me armë zjarri janë raportuar mbrëmjen e sejntes në Sarand. Sipas informacioneve nga policia, incidenti ka ndodhur pas një konflikti verbal mes disa të rinjve, të cili më pas ka degeneruar në përdorimin e armës. Të përfshirë në këtë konflikt kanë qenë disa adoleshentë të moshës 15 vjeç.
Sipas burimeve policore, ngjarja ka ndodhur rreth orës 22:50 në rrugën Karl Topia. Sipas policisë, dyshimet janë se mund të jetë qëlluar nga një automjet me armë zjarri të tipit Kalashnikov, ndërsa nuk raportohet për persona të lënduar. Pas ngjarjes, policia ka nisur hetimet për identifikimin e personave të përfshirë dhe përgjetjen e armës së përdorur. Përgjatë kësaj të premteje, policia e qarkut të Vlorës bën me dije se specialistët e seksionit për hetimin e krimeve të komisariatit të policisë Sarandë shpallën në kërkim 5 shtetas të moshës 15 deri në 18 vjeç, pasi dyshohet se si pasojë një konflikti për motive të dobta me 7 shtetas të tjerë të këtyre moshave rreth mesnatës në lagje numër 1 qelluar në ajër me armë zjarri. Nga të shtënat bërë me dije, policia nuk pati shtetas të dëmtuar, ndërkohë po punohet për lokalizimin dhe kapjen e këtyre shtetasve, si dhe vënien e përgjegjësisë së tyre, por edhe për dokumentimin e rrethanave të rastit. Një ngjarje kriminale është parandaluar në Sarandë, ku një 62 vjeçar ka kërcënuar me armë zjarri fqinjet e tij. Pas marrjes të njoftimit nga një shtetase, policia fatmirësisht ka ndërhyrë në kohë reale duke e parandaluar rrezikun. Një ngjarje kriminale është parandaluar në Sarandë, ku një 62 vjeçar ka kërcënuar me armë zjarri fqinjet e tij. Pas njoftimit të një shtetaseje se fqinji kishte hyrë armatosur në banesën e saj në lagjen numër 4 e kishte kanosur atë dhe familjarët e saj, shërbimet e komisariatit të policisë së Sarandës shkuan menjëherë në vendin e ngjarjes me qëllim neutralizimin e autorit. Si rezultat i ndërhyrjes së shpejtë, u arrestua shtetasi 62 vjeçar me inicialet SHK. Nga hetimet e deritanishme dyshohet se shtetasi në fjalë kishte kanosur fqinjet me armë zjarri, pistoletët me mulli, si pasojë e mosmarrëveshjeve me ta mbi shfrytëzimin e pjesës së përbashkët të racë në pallatin ku banonin. Materialet procedurale sipas policisë tashmë janë referuar prokurorisë së Sarandës për veprime të mëtejshme. Ndalemi përsëri te policia e qarkut Vlorë përgjatë 24 orëve ka arrestuar 2 persona dhe ka proceduar 6 të tjerë për vepra të ndryshme penale. Ftojmë ta ndiqni një përmbledhje të ngjarjeve nga rendi. Drejtoria vendore e policisë Vlorë, nëpërmjet specialistëve të trafikut urban dhe interurban, arrestu në flagrancë shtetasit PH dhe LF, të 2 banues në Vlorë, pasi u kapën duke drejtuar automjete në gjendje të dehur. Specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare referuan. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion, ju falenderoj dhe përshëndes. Mirupafshim.